Dhe madje Jezusi është vetë krijuesi, vetë Perëndia. Përmes tij u krijua gjithçka. Përmes fjalës u krijua gjithçka. Ai erdhi pikërisht këtu, mbi këtë planet, në mënyrë që të tregonte dashurinë e tij për ty dhe për mua. Sa e madhe është dashuria e tij për ty. Ai shkoi në kryq të vdiste në vendin tënd. Ai dha gjakun e tij të çmuar, të pamëkat. Ai ishte i pamëkat. Ai u krijua nga fuqia e frymës së shenjtë përmes Virgjës Mari. Ishte edhe njeri dhe Perëndi. Dhe pikërisht për këtë cilësi, për këtë natyrë të tij, që ishte 100% njeri, 100% Perëndi, unë personalisht e vendosa besimin tek ai. Jam përpikur me forcat e mia të zbatoja ligjin, moralin, ashtu si prindrit e mi më kishin mësuar që në vogëli. Dhe unë besoj që edhe ti je i tillë, i përpikur të ndjekësh një moral, nuk e mundur ta zbatosh atë. I përpikur të jesh një njeri shumë i mirë, nuk e mundur që të jesh i tillë. Dhe dini pse? Sepse Perëndia e lejoi ligjin e Mojsiut të vinte në këtë planet përmes hebrejve, përmes Izraelit, në mënyrë që t'i tregonte këtij njerëzimi që është i pamundur për të zbatuar ligjin. T'i tregonte këtij njerëzimi që ka nevojë për një shpëtimtar, sepse ligji dhe morali nuk të shpëtojnë. Ligji dhe morali të mbajnë ty nën mallkim. Dhe pikërisht për këtë erdhi Jezusi.